Rreth 20 studentë të Universitetit Fehmi Agani sot protestuan para rektoratit të këtij universiteti në Gjakov. Arsyeja e kësaj proteste sipas studentëve është pakënaqësia me emërimet politike në Këshillin Drejtues të universitetit dhe të drejtat e studentëve në vendimmarrje. Ata kërkuan largimin e kryetares së Gjakovës Mimoza Kusari Lila nga pozita e Këshillit Drejtues të Universitetit Fehmi Agani. Kryetarja është nga subjekti politik Aleanca Kosova e Re. Mimoza Kusari Lila u hi atë tash si udhëheqës e vendit dhe universitetit dhe e komunës së Gjakovës. Ajo nuk e ka drejt për më prezident fakultet tonë. Shqetësimi ju kryesor është më largu Mimoza Kusari Lila nga Universiteti i Gjakovës, por edhe më përfill studentat kërkesat e studentëve së mëshit. Por ky depolitizim kërkohet të vijë po nga politika apo nga lideri i vendit, siç e quajnë ata zëvendëskryeministrin Hashim Thaçi. Madje studentët vendosën në oborrin e rektoratit edhe pankarta Hashim Thaçi shpëtoje UGFA. Kallxo.com provoi të kontaktojë edhe kryetaren e Gjakovës Mimoza Kusari Lila për këtë çështje, mirë për zyrtarët e kabinetit të saj, thanë se gjendet në vizitë zyrtare jashtë vendit. Për emërimet e anëtarëve të Këshillit Drejtues të këtij universiteti, Gazeta Jeta në Kosovë ka publikuar hulumtimin lidhur me dyshimet në emërimet e tyre. Megjithatë është e paqartë nëse ky reagim i studentëve lidhet me këtë rast apo është vetëm një mospajtim politik ngritur përmes tyre.